Me një dhuratë shumë speciale dhe shumë të veçantë që na ka sjell Kristiani, Hyneshën e Fran dhe Prishtina Outdoor Festival, e cila po vjen me edicionin e dytë këtë vit, pasi që në edicionin e parë që e kemi pa gjatë vitit të kaluar, ka pas një festival shumë të bukur dhe shumë të dashur për krejt publiku dhe për krejt adhuruesit e ecjes dhe të hikingut. Po e falenderoj Kristianin që na ka sjell këtë dhuratë kaq të bukur këtu në studion e #Gjesit, edhe po i them mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Kristian, faleminderit shumë për dhuratën edhe një herë. Nuk po të pyes a ke pritur me u zgju se ju zakonisht zgjoheni kështu të herët edhe nesër ditën po besoj me ecje dhe me ushtrime të ndryshme apo? Po. Sot veç jam zgjuar në emision. Jo, 4:30 dikon, po jam kanë të punu për festivali, kështu që s'kom pas kohë me mri me dalë. Po besoj në të i bo dhe përgatitjet e fundit për festivalin, sepse shumë shpejt pritet që të vi një festival traditor në Prishtinë që quhet Prishtina Outdoor Festival. Po, veç jemi në finalizim me shumicën e aktiviteteve edhe i kemi publiku, jemi thuaj se gati me krejt edhe pak gjëra na kanë mbet edhe veç jemi gati mjanist. Në fakt e kemi edhe një aktivitet, e kemi bo, ja kemi shtu 4 ditë. E nismi një aktivitet në Vala, ndërtesën e Valës të ajten, para përgatitje një farë forme për festival, edhe ja kemi dediku do shokve të cilët s'kan me mujt me qenë këtu 3 ditë, edhe mas shumë të kemi bo për ta, dhe plus e kemi shtu dhe një aktivitet, dhe më thonë, kemi me bo lëshime prej ndërtesës e Valës në Ulpian, bashkë me Valën edhe me bashkëpunëtorët e tjerë kemi me organizu. Fillojmë në bas dite, në ora 5:30, lëshime alpinizm urban, i testojmë, kështu kemi me fillu me trajten. A është e vështirë me i bo këto lëshimet e kemi pa që pas në ndërtesën e Valës që do të lëshohen, do të bëni lëshime, shpesh u shohim edhe duke bërë lëshime të ndryshme nga ndërtesa të ndryshme, po ashtu edhe duke surprizu fëmijë të ndryshëm në për aktivitetet shumëta që i kene edhe ju se klubi e alpinizmit. Po, festivalin e filantropisë, tash kena me pas edhe një festival ja kemi lanë, festivali filantropisë super heronjët, në fund vit, komplet vjetorin kemi me pas me aktivitetet të ngjajshme. Po, përgjigja për pyetjen tona është po, elementi kryesor ka të bëjë me sigurien, edhe çajo na vështirëson ka gjë shumë edhe na duhet me pas kujdes, do të thonë, për çështjet e sigurisë ka të bëjë me sigurinë, elementi kryesor siguria, po është tepër me rëndësi me kuptu, na i bojnë këto aktivitete me shumë dashni, edhe kjo tani na i lehtëson shumë procesin e punës edhe realizimit të aktivitetit krejt. Tani kemi një grup të madh vullnetarëve edhe këtu në Prishtina Outdoor Festival, edhe aktivitetin e lëshimeve tjera. Po besoj është edhe adrenalin vete kur i bëni edhe këto lëshime të cilat ju i bëni, pas dashnisë të madhe që e keni për këtë punë edhe që e bëni ndoshta shpesh edhe pa përfitime të tjera. Patjetër, po absolut është krejt lidhë njëra me tjetrën, për pas krejt tyne që i cek është edhe emocionale shumë në pediatri, në spitalin e pediatrisë lëshimet kur i bëjmë, për shkak se aty janë të shtrim fëmijë të cilët veç kanë smundje të ndryshme dhe kur i përfundojmë lëshimet, him rana dhe ju dhojmë edhe dhurata krejt fëmijëve dhe kemi prej vitin e kaluar kanë qenë diku në rreth 140 fëmijë. Këtë vit shpresojmë me pas sa më pak fëmijë të shtrim aty në spital. Edhe është shumë emocionuese. E kemi fillu prej 2019-s pjesën e lëshimit, bile atëherë ka qenë të shtatë që nuk e di mi gazetarë, për ka qenë edhe une si Spider-Man edhe e patëm o kanë shumë një fillim shumë i mbarë dhe është këtë vit ka me qenë edicioni 7 i superherojme edhe falë edhe juve me përkrajen edhe për festival të është edhe për gjithë shka pja dalmi. Po kthehemi tek Prishtina Outdoor Festival me edicionin e dytë që po vjen tashmë gjatë këtij viti.
Tregona në fillim, Kristian, se cili është qëllimi i këtij festivali fillimisht, sepse po besoj që pas këtij festivali çdo aktivitet të cilën ju e bëni ka një qëllim kryesor që mbi të gjitha është edhe edukimi, ndoshta edhe për natyrën dhe për krejt vendet e bukura të Kosovës që ne vetë i kemi. Po, qëllimi i festivalit është sporti, rekreacioni, edukimi i natyrës, me dash natyrën, zhvillimi i turizmit e shumë çka tjetër, zhvillimi i zonës e Gollakut në këtë rast, na veç qyshe i njofmi malet e Sharrit, Bjeshtë e Nemna, dhe këto zona tjera kanë vetë ma pak të zhvillume, kështu që një prej qëllimeve kryesore është edhe zhvillimi i turizmit, i agroturizmit në Gollak, që është super teren i përshtatën, na nuk kem kodrat mira, po kem vende super të bukura për zhvillimin e këtyre aktiviteteve. Vitin e kaluar kur e kemi ndis, shumë njerëz na kanë vetë çysh do ne me bë aktivitete të natyrës në Prishtinë, Gollak, edhe është shumë e thjeshtë, absolut veç gërmia, veç me gërmi mundemi me realizu Prishtina Outdoor Festival. Veç gërmia na mjafton, na ofron mjaftueshëm natyrë të bukur, florë, faunë, me thonë, pe marrë mi shembull Gollaku, sa është i gjatë, komplet zona e Gollakut, liçeni Badovcit, Kukaj, ku kemi me pas edhe kampin atje dhe shumë aktivitete, Prapashtica, Hajkobilla, Zajçevci, deri në fund atje, malet e Marecit, Novobërda, deri te Gjilani anej, kështu që është një teren shumë i gjatë, kodrinoro malor, edhe ofron një mundësi shumë të mirë për zhvillimin edhe të agroturizmit në këtë rast. Është super mundësi në këtë rast edhe për, jo vetëm për kryeqytetin e Kosovës, po për krejt Kosovën, me e njoft, me kuptu, një prej qëllimeve dhe kjo është me e kuptu që jo vetëm kryeqyteti është qyteti, po Prishtina e ka një region të gjerë, të madh, ku munden me u zhvillu aktivitetet kalerimi, ciklizmi. Një është Gollaku, është një prej vendeve më të bukura për zhvillimin e ciklizmit. E shumë aktiviteteve të tjera. Pra me një fjalë, ça po mundemi me kuptu, ndoshta për me sqaru edhe për krejt publikun, pas kësaj Prishtinës së zhënshme urbane me trafiqe dhe me bllokime ndoshta të ndryshme, kemi edhe këto zonat e bukura malore që ja vlen të vizitojmë edhe që ndoshta ky është edhe qëllimi kryesor i Prishtina Outdoor Festival. Sakt, pe marrë mi shembull edhe në festi mas në Korrik, në Kukaj të fshati jam aty. Kështu që jemi të e zhvillu në këtë formë. Vitin tjetër kemi me ardhë me shumë risi dhe aktivitetet të reja. Kemi kajak në këtë rast, një aktivitet shumë i bukur për krejt moshat. E kom provu në Shqipni kajakun? Na e kemi lidh kajakun me një aktivitet tjetër. Më thonë e kemi kusht, nëse dënë me bo kajak pa pare, ti dush me mlidh mbeturina. Me thonë një thes, zonën, dhe me thonë ajo bileta, 99% aktiviteteve janë pa pagesë, po në këtë rast kajaki, kemi bo që si një farforme me shti. Që është një mënyrë e mirë ndoshta që njerëzit të edukojnë me një farforme. Sakt, qëllimi është fiks aty. Mbeturinat dhe gjanat të ndryshme që i konsumojmë në natyrë dhe ta dëmtojmë natyrën. Para se me dalë ndoshta dhe me folje edhe për krejt aktivitetet edhe për festivalin që do të organizohet vitin tjetër, po ndalemi pak tek aktivitetet që kemi me i pas si vjetë që, si që the edhe te, pritet që të ketë edhe shumë rritësi të bukura dhe të lezetshme gjatë këtij edicioni, 3 ditë të mbushura me shumë aktivitete, dikur rreth 25 aktivitete që do t'i bani. Tregona pak a shumë se cilat do t'jenë ato që do t'i bëni gjatë këtyre 3 ditëve në Prishtina Outdoor Festival. Unë kisha fillu Prishtina Outdoor Festival e organizojmë në bashkëpunim në patronatin e komunës Prishtinës, kryetarit. Në këtë rast kisha dashur me falenderu komunën e Prishtinës, edhe krejt drejtoritë, drejtorat e ri të cilët kanë qenë gatshëm na përkrah dhe janë të na përkrah. Në këtë rast, sidomos drejtoria e sportit janë të e dhënë maksimumin, janë 2 djemtrit, është drejtori edhe zemër drejtori, janë të e dhënë maksimumin. Drejtoria e arsimit, e parqeve, emergjenca, se cila drejtori është të e bo atë punën e vetë dhe janë të na përkrah. Aktivitetin të ditën e premte e hapmi me një aktivitet në trapim për 800 metra me fëmijët e shkollave të Prishtinës, ku edhe qëllimi i aktivitetit ka të bëj me shëndetin fizik edhe mendor,
gjithashtu edhe fëmijët e përfundojnë shkollën aty, edhe po dojmë ju uru pushim të këndshëm, me thonë prapë edhe kë e fillojmë prej kino ABC-s edhe e përfundojmë të grandi një vrapim 500 metra, ku kanë mi pas ata disa. Do me thonë nuk janë veç fëmijët e zgjedhur, por në këtë rast mund të marrë edhe fëmijët e tjerë të moshave të vogla, prej klasës 4 deri në 6. Pesës shkollave që keni bu është një ftesë e hapur edhe për të gjithë që të jenë pjesë e këtij aktiviteti. Të gjithë fëmijët munden me u bashku edhe është vrapimi i lehtë edhe me testuar 500 metrë një par krosi edhe emrin e ka vrapimi i fëmijëve. Edhe në fund kanë pas disa... Është aktivitet i ri, po besoj në këtë edicion. Është aktivitet i ri edhe është hera e parë që kemi me bu këtë vit. Ideja është me i përfshi prej fëmijëve edhe gjitha moshët, me thonë. Por pas fëmijëve, festivali është edhe gjithë përfshirës. Në këtë rast, fëmijët i kemë ata më të dashurit tonë, po nuk janë vetëm fëmija, është edhe kategoria e personave me nevoja të veçanta në këtë rast. Ndër ta ka me pas persona të verbër që kanë me marrë pjesë në për aktivitetet të ndryshme, këtë rast ecje, yoga, vrapim të lehtë në gërmi, edhe kategoritë e tjera me sindrom Down, autizëm, disa, kështu që është gjithë përfshirës. Pa dallim, moshë, gjinie, komunitet, çdo qoftë, edhe kjo është një prej elementeve kryesore, qëllimeve kryesore të festivalit. Në fund, përpas shpërblimeve aty, po fillojmë prej ditës parë që kanë me marrën, kanë me pas edhe shumë mundësi me provu një lloj kampi midis sheshit të grandi aty. Decathlon zone, jemi të i thonë, me në bashkëpunim me Decathlonin. Që dhe kjo përse është një prej aktiviteteve që i shtot t'i edicioni. Është aktiviteti i parë edhe hera e parë që e bojmë në këtë rast, në këtë formë. Më thonë, kanë me pas mundësi fëmija të grandi, të sheshi Zahir Pajazit, bashkë para grandit aty, me i provu, me i pa tendat, me i testu, pajisjet, dyshekun, sleeping bag, gjithë shka tjetër, ciklizmin, e shumë qka tjetër, shigjetarin, s'po më kujtojnë për momentin, plot aktivitete në shesh, aty në përfundim e kemë edhe një panel diskutimi, përfundim e kemë edhe një, ka me pas edhe muzik live prej orës 9 dhe tutje, pastaj të shtunën filloj me shumë aktivitete, Gjeromi, kemë gërmi, kemë vrapim prej orës 9 me park pra ngërmia, yoga, janë njëtin lokacion, pastaj prej orës 11 ka climbing edhe rappelling në murin alpin në gërmi. Prej orës 12 e kemë kajakun në liçen të Badovcit, por pas kajakit e kemë edhe pjesën e pastrimit, edhe në fond kemi me bodhe një vizite pylli arinjve. Mas krejt këtyne aktiviteteve, vazhdojmë tutje në kamp, në Kukaj, ku edhe e ndërtojmë kampin, kemi me fjetë, shkojmë të shtunën, flejmnin atë aty, ku kemi me pas mundësi me vizitu zonën e Kukajve, me ecë, me bo hike, edhe në mbrëmje vonë kemi me bo edhe një aktivitet që se kemi publiku këto, ka me qenë night hike me drita në kokë, kemi me bo një ecje jo shumë të gjatë rrëth 3-5 kilometra, që kemi me pas mundësi edhe me eksploru qiellin natën, kohën e kemi në favorin tonë me super bukur, të djelëm tani, prapë vazhdojmë me aktivitetet e tjera, hike, paraglide, shigjetari, në këtë rast kemi me pas edhe mbjellje të pemëve në Kukaj, disa fidane kështu një farë simbolike me bo, jo që mundemi me mjellë shumë, po simbolike me të regu që edhe jemi të ripullzu, një prej ideve është edhe në të ardhmen me edhe mi ripullzu zonat e dëmtume ose ku ka munges të fidane. Po, sa po mundemi me kuptu që do t'jetë një vikend i ngarkuar me shumë aktivitete dhe që ftesa vlen për krejt ata që dëshirojnë me marrë pjesë, po besoj apo? Po, është e hapur, ka në disa aktivitete ka vende të lira, mundën më regjistru pa problem, për çdo rast nëse dikush nuk është regjistru edhe mundet më na kontaktu edhe me na informu që do me marrë pjesë edhe thjesht jemi të hapën edhe dojmë ja mundësu gjithë se cilit i cili është interesuar edhe do me marrë pjesë në aktivitete, të gjithë janë të mirëseardhën. Okej. Edhe jo. Po, pa tjetër që po besoj do t'jemi pjesë të këtyre aktiviteteve, jo në gjitje këto se nuk është që na shkojnë shumë për dore, por që ndërshta në këto aktivitetet tjera që do t'i mbani do t'jemi pjesë e tyre. Po, të regove që ka dhe shumë pak vene të lira, kjo do të thotë që ka interesim të njerëzve për të qenë pjesë e këtij festivali, apo? Absolut. Janë për momentin dikon janë rreth 300 persona të regjistrum,
realisht veç jënë plotësu vendet, krejt që i kemi planifiku, po jënë disa aktivitete që nuk ka kufizim në regjistrim, për shembull vrapimi të shtunën prej orës 9, aty mundër me ardhë edhe me marrë pjesë kushdo që është i interesum në këtë proces, për pas vrapimit, par krangërmia, pastaj mundet me vazhdu në aktivitetin me njerë mas vrapimit që është yoga, kështu që janë disa aktivitetet të cilat nuk kanë numër të kufizum të pjesëmarrësve. Kalerimi, për shembull, është i kufizum, për shkak se s'ka mundësi është shumë i kufizum. Paragliding është mbyll shumë herët. Kajaki gjithashtu është i kufizum, se s'mundën me qenë persona pa kufi. Sido që tjetë ata të cilët me entuziazmin e madhe që dojnë me marrë pjesë, na kontaktojnë edhe mundemi me shqyrtu pjesëmarrjen e tyre ose me u sistemu në aktivitetet të tjera të ndryshme. Okej, pra ka edhe fillestar që do t'jenë pjesë të këtij edicionit të festivalit që do të marrin pjesë për kësaj? Po, në fakt nështë dikon 30% do të me qenë fillestar. Këtë rast, këtë vit kanë shprej interesim edhe njëna për organizatave studentore mrena Universitetit Prishtinës, që lënë kupton edhe vetë studentat janë të interesum, kanë fillu me u interesu për aktivitetet rekreative, sportive, që kësha dosh mës me haru, me i falenderu edhe këta sponsorët krejt që i kemë, këtë rast të fillu prej Evra Targeti, për pas që ata nga kanë përkron këtë aktivitet, ata janë të e bodhe një punë të madhe dhe në mësimin e njerëzve në Kosovë. Tani kemë të ju e plot e tjera, Komuna e Prishtinës, këtë rast edhe Ministria e Rinis edhe Sportit është kyç këtë vit në festival. Shumicën e sponsorëve i kemë na përkrajnë me produkte edhe shërbime, për shembull Ujë Rrugova na furnizon vazhdimisht me ujë edhe me shërbime të tjera që disa shërbime na mjaftojnë edhe jemi të hapun kushdo që është i interesuar me përkrah festivalin, në çfarë do forme kanë mundësi edhe jemi të hapun për çfarë do lloj bashkëpunimi. Marr parasysh vullnetarizmin, gatishmërisë ndoshta edhe të pjesës sponsorëve për të ndihmuar një festival të tillë, sa është e vështirë dhe sfiduese me organizu një festival të tillë, sidomos kur për 3 ditë do t'i kemi diku rreth 25 aktivitete të ndryshme. Pavarësisht që keni përvojë të madhe, ndoshta edhe në ecje edhe nëpër krejt të zona që i njeni shumë mirë, sepse ngjiteni pothuajse çdo javë, por sa është e vështirë që ta organizosh një festival të tillë? Me kuptu sa është e vështirë për vitin tjetër, momentin se e përfundojmë veç rifillojmë me organizu për vitin tjetër. Do të thotë, nuk janë veç një muj, 2 muj, ose 3 muj, është komplet viti që merremi, për e marrë shembull festivalin e superherojve që kemi me organizu në fund vit, na veç kemi fillu ma arët me plane, me ide, për zgjedhjen e komunave, edhe prej tash, do me thonë, vynë mujt të tërë për me realizu një festival të tillë, edhe tu e pas parasysh që neve na ka shkaktu shumë problem në organizim edhe pjesa e zgjedhjeve, se kemi qëllu në kohën e ndrimjeve këtyne probleme politike, kështu që shteti duhet me qenë me planifiku buxhete dhe fondet speciale për këto lloj të festivalit. Për e marrë mi shembull Prishtina Outdoor Festival, personalisht e shoh në të për 5 vitit të ardhshme një prej festivaleve më të njohuna në Kosovë, pse jo edhe më larg. Me thonë, jo vetëm për vendor, por edhe ndërkombëtar. Që është e veçantë në këtë rast, ka shumë të huj, të prej organizatave ose edhe bizneseve që na kanë kontaktu dhe janë regjistru për me marrë pjesë, kjo që nën kupton, përpas që ky ka me qenë Prishtina Outdoor Festival, nuk është festival vendor prej tash, mundemi mi thonë që është festival ndërkombëtar, në një formë ose tjetër, imituj parapri dhe lojrave mesdhetare 2030, dhe për e tregojmë që në Prishtinë veç ka mundësi shumë aktivitete me u realizu dhe me u organizu. Kështu që nuk është e lehtë hiç, kërkon kohë, energji, fonde e shumë çka tjetër. Është e lehtë që të siguroni ndoshta fondet, pavarësisht që keni përkraje të vazhdueshme nga Komuna e Prishtinës, pasi që ka qenë edhe vitin e kaluar pjesë e këtij festivali, po besoj që edhe Ministria ndihmon, por që ndoshta nuk janë të mjaftueshme fondet që ata i japim për të organizuar një festival të tillë ashtu siç duhet. Po, nuk mjaftojnë vetëm këto.
për shkak se prej komunës Prishtinës kemi përfitu në format e tjera dhe shërbime, pra nuk mundemi, festivali organizohet prej krejtve, në këtë rast edhe jo si televizion jeni përkrasi festivalit edhe thjesht kërkon edhe përkraje gjithë përfshirëse në këtë rast, edhe pa juve, pa promovimin për juve, kishme qenë shumë e vështirë, jo vetëm këtë aktivitet, po çdo aktivitet ju kemi mbrapa, kështu që prej organizatave, harova me i falenderu dhe klubet, bashkëpunëtorët që i kem në organizimin e festivalit, edhe pa ata kishme qenë shumë e vështirë, thuajse pa mundur, për shkak se aktiviteti është pjesë e klubi Alpin Prishtina, na e organizojmë festivalin, po disa aktivitete e kemi të pa mundur kështu, po që si kishmi pas bashkëpunëtorë në këtë rast klubet e ndryshme, dhe çka jemi të dashur me bo, jemi të dashur në këtë rast me bo një gjithë përfshirje. Prishtina Outdoor Festival me qenë i të gjithëve, jo vetëm i klubit Alpin Prishtina ose i klubit tjetër i cili do të qoftë, festivali me qenë i të gjithëve dhe me bo për Prishtinën, për kryshtetin, për Kosovën. Në këtë rast me ju afru krejt, edhe me u bashku me komplet, kur jemi bashk, kemi mundësi me bo shumë aktivitete. Për marrë qemë, kajaki nuk është pjesë e jonja, organizojme një bashkëpunëtor. Ciklizmin e kemi me do super djeme qika të reja, Tour de France, paragliding, shumë aktivitetet e tjera të cilat thjesht kemi bashkëpunëtor, shoke të cilat kanë klubit e tyne ose mënyrë. Dhe që është e veçanta në këtë rast jemi të i bo mënyrë vullnetare krejt. Edhe klubet janë të kontribuar në mënyrë vullnetare. Për me organizu dhe këtë vit, jemi të e bo në mënyrë vullnetare. Kjo është e veçanta dhe ju kisha ftu me qenë aty prezent edhe i kisha lut kushdo që ka mundësi me i përkra, jo vetëm neve, po edhe klubet e tjera sportive. Në këtë rast, na nuk e zhvillojmë veç sportin, po sporti është kulturë, është edukim, shëndet mendor, fizik, lidhet krejt, gjithë shka lidhet të këto aktivitete, kështu që jemi falenderues edhe ndaj gjithë secilit, edhe individëve, edhe vullnetarëve, edhe krejtve. Edhe pak det hymë zyrtarisht në sezonën e verës edhe këto ecjet, ndoshta edhe eksplorimet e natyrës janë pak më vullnetare dhe prej njerëzve që të bëhen për shkak të motit më të mire dhe ndoshta kohës më të përshtatshme për të bërë këto. Sipas teje, tu e pas parasysh që ndoshta nuk po them kështu bukvalisht nuk e lënë cap të Kosovës pa e shëtitë dhe pa shku, cilat janë ato vendet më të preferueshme, sidomos për fillestarët, që të vizitohen ose të bëhet hike ngjitje gjatë stinës së verës? Ja kisha nis me Gërmi. Gërmia është super e lehtë. Nuk është veç një shtet, ka shumë mundësi. Edhe ju kisha rekomandu gjithë secilit në Prishtinë të cilët jetojnë me patjetër në herë në javë me vizitu. Është vend i përshtatshëm, sidomos edhe për këtë sezon, është i mbuluar me druj, ka hijet mjaftueshme, nuk ka shumë ngjitje, ka disa shtigje që ka ngjitje, po me ndjek shtegun e shëndetit që ja kemi lënë emrin, edhe emrin e ka shtegu i shëndetit është i lehtë, kështu që me fillu prej Gërmijës, edhe tutje i kemi bjeshte në emëna, malet e Sharit, në këtë rast Brezovica, liçeni i Azhinxës, Prevalla, bjeshte Rrugovës, pa dallim kështu me hi, dhe Gjeravica është një prej vendeve më të bukura në Kosovë dhe ju kisha rekomandu gjithë secilit me ngjit. Tash është edhe një mundësi shumë e mirë, është e mundur me u afru dhe me vetura deri te vendi ku fillon ecja, se është asfaltu rruga, e ka liçenin super të bukur në 2300 metra. Kosova është krejt e bukur, çdo pjesë, çdo cep i Kosovës është i bukur dhe i jashtëzakonshëm. Në këtë rast na jemi të punu tash në zhvillimin e zonës Gollakut, shumë shpejt kemi fillu në Shalën, në fakt jemi po edhe kështu zyrtarisht në Shalë Bajgores, Karadakun edhe krejt. Kosova është, çdo cep i Kosovës është i bukur dhe ja vlen të vizitohet. Çka do të me pas parasysh një fillestar që dëshiron me nisë edhe me bo ngjitje, pavarësisht ndoshta kemi fol shumë herë edhe këtu në studion e #Gjezit, por që edhe në studio të tjera keni dhënë këshilla të ndryshme për fillestarët, por që të evitojmë ato ndezjet e muskujve, atë lodhjen e shumë që mund ta ketë dikush që dëshiron të ngjitet edhe kur ngjitet më pas dorëzohet edhe nuk dëshiron që ta bëjmë një ngjitje të radhës. Çka do të me pas parasysh paraprakesh ndoshta një fillestar që
t'i evitoj krejt këto probleme? Vullnetin. Kryesorja, vullnetin, gjithë se cili du të me pas qëllimin dhe në këtë rast unë kisha me të regu pse duhet gjithë se cili. Është me pa tjetër janë tri që du të me pas parasysh janë tri elemente tepër me nënsi. Është ushqimi, për me ka na të shëndetshëm fizikisht edhe psikikisht, është ushqimi, aktiviteti fizik edhe gjumi i mirë. Cilin do që e hek, du me thonë, cila vlen ma shumë? Absolut. Janë të pandalshme njana me tjetërën. Nuk mundesh me thonë ushqimi pa aktivitet fizik ose gjumi. Nëse njanën e hek, gjithë se cili është ka bon një gabim shumë të madhë. Për shkak se këtu lidhe njana me tjetërën, tash lidhen edhe me aktivitetin që ajo rekomandojmë. Kështu që me fillu, sa i përket ecjeve dhe aktiviteteve, me fillu gradualisht. Mos me fillu me bo në gjitje të vështira, në këtë rast me në gjitë lubetenin e fillestar, jo. Qështë e thash, me fillu me gërmin, me shiju, thjesht, ideja është, nuk është me sportet rekreative, nuk ka gara. Do me thonë, në gjitje tona sportive, në aktivitetet tona, nuk ka gara. Ka qef, rekreacion, kështu që ideja mu njës prej qefit edhe me fillu me zonat e leta. Qështë e mora shemë nuk është veç gërmia, po ka dhe zonat e tjera në për Kosovë, po e parafërt me gërmin. Tjetëre, do të mi pas parasysh, pajisjet nuk janë të shtrejta, mundimi edhe me fillu dhe me do patikat thjeshta të vrapimit, me bo ecje edhe qash me rënsi, me pas veshje sportive, ushqim me veti, gjatë sezonës të verës, është tepër me rënsi me pas uj me veti, edhe kapel nëse hesmi në zona ku është e hapën dhe në gjatë krejt kohës ki je direkt në ekspozim në diell. Këto janë elementet kryesore, po këshilla jeme kryesore është me fillu gradualisht. Nëse fillojna shpejt e bojmë gjitje, zakonisht me i përvojës të rëhiqen krejt. Dhe me fillu me aktivitetet të leta, tjetëri sen është edhe me i provu sportin, me provu. Nuk do me thonë veç hiking, ka vrapim, ka ecje, ka ngjitje, ka kajak, ka ciklizëm, ka shumë llojshmëri të sporteve, po me sport duhet me u marë. Me thonë, me i provu së të pëlqen hiking, ki një aktivitet tjetër, ki ciklizëm në këtë rast, po edhe të ciklizmi, një të regull vlen. Me thonë, mos me fillu me i bon 100 kilometra, ditën e pari hypë, se si merë kaljet muskujve dhe përfundon, edhe thu, okej, s'po bëj ka valla. Edhe nuk e prek me bicikletën. Me fillu gradualisht, hap pas hapi. Faleminderit shumë, Kristian, që ishe sot bashkë me neve dhe ndave krejt detajet të Prishtina Outdoor Festival, por që mes tjerash dhe edhe disa këshilla për fillestarët që dëshirojnë që të fillojnë edhe të ngjiten edhe të jenë aktiv gjatë verës me ecje dhe ngjitje të ndryshme në përviset të ndryshme të Kosovës. Ishte kënaqësi për mua që ishe bashkë me neve sot. Faleminderit edhe juve për ftesën. Okay.